Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha ka denoncuar publikisht përmes një videoje të re një rast të blerjes së votës në zonën e Babrus në Tiranë. Në konferencën me gazetarët, Berisha e cilësoi procesin zgjedhor të 11 majit si një farsë elektorale. Sipas tij, përveç përdorimit të resurseve shtetërore dhe fondeve publike për të ndikuar votuesit, qeveria ka kaluar edhe në shpërndarje të drejtpërdrejtë të parave me këmbim të votës. Kamerat e qytetarëve suçelt kanë filmuar momentin kriminal të ndarjes parave për vota. Dhe kjo jo të themi pas dajtit, apo në Mokër, apo në Tropoj, apo në zonat më të largëta. Jo, kjo në Tiranë, në Babru. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka deklaruar se çdo kërkesë për rinumërim votash brenda partisë është pranuar pa asnjë përjashtim, duke theksuar se procesi ka të bëjë vetëm me transparencën dhe jo me ndonjë tendencë apo presion të brendshëm. Berisha nënvizoi se çdo kush që ka pasur dyshime për rezultatin në komisionet e numërimit është inkurajuar të kërkojë rinumërim si një formë për të garantuar besimin dhe legjitimitetin e procesit zgjedhor brenda strukturave të Partisë Demokratike. Ky proces ka të bëjë vetëm me atë që quhet transparencë. Asnjë shtytje tjetër nuk ekziston, por personalisht nuk mund të mendoja, do ta dini një gjë, çdo njeri që ka kërkuar për të numëruar votat këtu në parti, i është pranuar absolutisht kërkesa. Madje u është kërkuar që të kërkojnë rinumërim votash. Çdo njeri që ka patur dyshim për numërimin e votave këtu, i është kërkuar të kërkojnë rinumërimin e votave. Çdo njeri që ka dyshim për numërimin e votave në komisionin e numërimit, le të kërkojë rinumërim, dhe kjo pa asnjë lloj partipri, se ky rezultat mund të jetë ky, mund të jetë ai fare, por vetëm se gjykoj që transparenca është një detyrim ndaj secilit dhe është mënyra më mirë për t'u përgjigjur çdo dyshimi që tjetri ka. Berisha tha se misioni i tij historik është rikthimi i votës së lirë për shqiptarët.